Përshëndetje, sot duat të flas për sindromin T4, vertebra e 4 torakale, e cila mund t'japi simptomatologji të tilla siç e shihni në këtë foto, në gjymtyrët e sipërm dhe te pjesa e kokës, si mpirje, miza, humbje të sensibilitetit, humbje të forcës, shenja të tilla që mund t'i japi dhe hernia diskale cervikale. Mjekësia riabilitative në botë e fizioterapisë po fillon dhe po e bën diferencimin nëse është një pacient që shkakun e ka nga T4 apo nga hernia diskale. Në Shqipëri fatkeqësisht është kthyer në një humor të vërtetë sepse një pjesë e madhe e pacientëve që vinë në Physiosport Center me shenja të tilla mendojnë që janë shenja që vijnë vetëm nga hernia diskale. Po çfarë është sindroma T4? Në nivelin T4 torakal lidhen dy muskujt të rëndësishëm siç janë ata të spleno del capo dhe spleno del collo, të cilët origjinën e tyre e kanë te pjesa occipitale në nivelin C4 dhe përfundojnë në T4 dhe spleno del collo që niset nga C1, C2 dhe përfundon në T4, T6. Pikërisht në nivelin T4 këta muskuj stimulojnë fashat aferente të sistemit simpatik dhe pikërisht mund t'japin shenja në për gjymtyrë siç e përsëritëm. Prandaj përzgjidhni drejt dhe profesionalisht. Faleminderit.